pasi shtroi zgjedhjet në farsë elektorale. Del se ka vendosur të bëhet multimiliardier me parat tuaja, me pasurit tuaja publike, dhe jo vetëm kaq, por ai ka vendos veten mbi ligjin, mbi kushtetutën, ka vendosur veten mbi çdo pushtet, dhe na thot nga Surreli, apo kjo ndërtesë e krimit, se ju shumëzoj me zero, se unë jam mbi ligjin, mbi kushtetutën. Edi Rama, hidhi syt këtij bulevardi, sonte, nga sonte, ti kur nuk do njihesh më në Shqipëri as në botë si kryeministër, por si kavoband, si kavoband, si kavoband. Të dashur miq, pasi shtroi zgjedhjet në farsë elektorale, duke organizuar me parat tuaja mira veprimtarit paligjshme në periudhë elektorale, duke arrestuar liderët e partive kryesore opozitare, duke përdor tonelatat e drogës të karteleve dhe bandave të krimit, duke shtruar nën punësit e shtetit shërbëtor tuaj në policë të votës së lirë, duke falur 2 miliard euro, gjoba dhe kamata vetëm për karrigën e tij. Ai në një revansh të papar bëri gjithçka që të mbyllë çdo hapësirë opozitës. Ai mendoi se projekti i tij Shqipëria pa opozit tani do të realizoj. Miq, rrallë ndonjëherë ka ndodhur vetëm disa vende